Çfarë është mjekësia islame? Mjekësia islame ka për qëllim informimin i përgjithshëm të mënyrës se si ka jetuar profeti Muhamedi alayhi salam, po ashtu të këshillave të tij për shëndetin e njerëzit, dhe jo për të zëvendësuar mjekësinë shkencore, pasi që të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën. Si një ndër ilaçet më të rëndësishme është mjalti. Mjalti është aq i rëndësishëm saqë Allahu e ka përmend bletën me një kapitull të veçantë në Kur'an i titulluar En-Nahl, bleta. Vetë bleta është një mrekulli e gjallë në të cilën Allahu xhaleshanhu e ka krijuar. Për të bërë 1 kilogram mjalt, bletës i duhet bërë 360 apo 460.000 kilometra rrugë. Ky insekt i vogël përdor një komunikim të veçantë të quajtur vallëzim. Në vitin 1940, një shkencëtar i njohur deshifroi i pari komunikimin e bletëve. Sipas tij, sapo një bletë zbulon një burim ushqimi, kthehet me shpejtësi tek foleja dhe nëpërmjet tingujve të quajtur vallëzim, u tregon të tjerave për vendodjen e ushqimit. Pjesë e informimit janë edhe tingujt që lëshojnë krahët e tyre. Mjalti është një ilaç i mirë për stomak. Por këtë kemi transmetimin ku pejgamberi Muhamedi alayhi salam ka thënë: tek libri i Buhariut shënohen raste kur njerëzit kishin probleme me stomakun, dhe kur është pyetur Muhamedi alayhi salam për t'i këshilluar, ai ka këshilluar kështu: le të konsumoj mjalt. Kaluan disa ditë dhe personi me dhimbje stomaku kishte përsëri probleme. Profeti ynë Muhamedi alayhi salam i dha të njëjtën këshill. Kjo përsërit 2 herë. Herën e fundit Muhamedi alayhi salam i tha: Allahu xhaleshanuhu ka thënë të vërtetën, ndërsa barku i vllaut tënd gënjen. Davudi alayhi salam ka thënë: shëndeti është mbretëri e fshehur, ndërsa Muhamedi alayhi salam ka thënë: për secilën smundje Allahu xhaleshanuhu ka dhënë ilaçin e saj, përveç vdekjes.